Pse s'ja hekin? Kur që s'pojnë, së pojnë. Jo varshme, ka më konë dukshë ma aftëv, dhe më thonë, -5, -7, dhe -8 gjatë natës. Qysh peshet, si më thonë, këtë dimen sa i përket energjisë? Po thash, kur thëshim na kollaps energjetik, ju do ke njerëzve termiron, por të kollapsin ndryshe nuk vjen me topan, nuk vjen me që ka u këtë shkëmt, se për qatë ka energji elektrike, po ka zonat që janë shumë barrym. Tash nuk ka pare mo, se s'ka gjithë. S'ka pare buxheti që për milion qatë. Po jo se buxheti se ka mbulu këto e kena mbuluna, po unë mendoj, dyshimet i kam, që qëtash keci mo, nuk ka të, keci du të me do me një qëndrem, edhe se kjo po shihet që nuk ka veç transformatorët edhe ngarkesa. Nuk ka rrym. Importi është shumë i madh. Kjo që dikon në Prizrenën rahovet se ka mungesë, ka ngarkesë, është problemi i izolum jasa ati rajoni. Na edhe në Ferizaj si na të pas rrym. Agregata dje, sote. Po. Tash, as njoni nuk del me kallëzu ç'është është gjendja. Dyshimet i kam që ase me qenë se dhe plani ka dalë vonë, nuk ka pare mo me importu. Ballë mo. I në fund, i kanë kalu limitet, edhe tash çka me bëre do këtë energjinë elektrike. Tash doli edhe një lajm që pra po shtrejtohet, domethënë ZRE-ja kish para lajmëru. S'ka berat në çfarë kompanie nëse s'ja del kimi marr dikon, edhe energjia elektrike jam të na marr neve që kjo është edhe arsyeja pse dolën bizneset në treglir, s'ka pas pare mo. Po. Për mos me rrit presionin te na. E kanë rritë bizneset. Po e kanë rritë bizneset. Domethënë gjana ju ku të mëni. Ama për bizneset energjisë elektrike asnjë zo. Asnjëherë unë që me mujem t'ja kërku hekja licencën e EFT-s. Po. Nuk ja hek.